Një aksident i rënd regjistruar në aksin rrugor Shkodër-Hani Hotit, automjeti me drejtues shtetesin Sloven KJ ka përplasur këmbësorin shtetesen PL 60 vjeçe. Sipas të aksidentit, shtetesja PL ka humbur jetën. Drejtuesi automjetit shtetesi KJ është shoqëruar në komisariat për veprimet e mëtejshme, njoftoi policia, ndërkohë këtë enjte, policia bëri me dije se specialistë të qarkullimit rrugor arrestuan në flagrant shtetesin Sloven KJ 36 vjeç për penale shkelja rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Nga ana tjetër, specialistë për hetimin e krimit të komisariatit të policisë VAUIDES arrestuan shtetesin TP 36 vjeç pasi dyshohet gjatë natës ka vjedhur materiale ndërtimi në një kantier në fshatin Hajmel, të cilët u gjetën duke sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu rrethore të parë mëngjesit në fshatin Sum është gjetur në rrugë nga familjarët e tij pa shenja jete dhe pa shenja llune. Shtetesi QL 63 vjeç, i cili dyshohet se ka humbur jetën për shkaqe natyrale, materialet procedurale ju referuan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të ridishëm të përgjithshëm Shkodër për veprimet e mëtejshme.